Përshëndetje njerë, 20 vjet në radhë dhe sot po kam thonë që kam me qitë televizor në shesh me këshyr Kosovën në Turqinë, po shkona po këshyr ma, kam mojt fjallën ajo, nëse e kam mojt fjallën, kam me ko shumë atmosferë. Edhe kemi mëzirë të sane të mirat në fragrenca të shkurta, gjithasoj feste, e ishala me fitore Kosovë, hajde. Loja, dollëm me këshyr në shesh lojen, po ka gjaftëf ka pashan nëse. A mo fjallën e pas kanë mojt, se për me pas kanë qitë në ekran të madh, për cilët luajnë Kosovë Turqi, kështu që porrim na pak pinderëm në sekvenca shkurta. Na shtavish pjesën e formën me po jashtë, e pjesën e dytë shku mbrana se koç jaftëf ka. A mund ta fshijë për atmosferë voza çfarë lëve po zhvillohet. Shihemi te loja. Hajde që tash na copyright na blokuar se vetë në çajtë. Kryesisht në Angli, edhe për të mund të jetë finalja më e rëndësishme që ka referuar në karrierë. Vetat Muriqi dhe Hakan Çalhanoğlu. Oh, çfarë momenti, oh, çfarë atmosfere. Shtakyler e Kenan Yıldız, kurse në sulm është Kerim Aktürkoğlu. Grumbullimi fundit, ato fjallet e fundit inspiruese, të cilit kapiten të tjenë fjallet inspiruese më të forta që ta inspirojnë tërë skuadrën. Para se të nisë ndeshja Vetat Muriqi që kërkon të ndërroj këpucët, ishte kjo një kërkesë e tij, sigurisht gjithë çka dhe tani ka lënë Brasila në mbrojtje. Arda Köhler për të fishoj lojtarët e Kosovës dhe Kallapeni është ai që e ndal natyrisht me ndihmën edhe të Albian Hajdarit të kthyer prapa. Po Kosovës Vetat Muriqi, po në rënje sipër është lënduar aty. Ishte kështu pak komplet. Kabak, prapa te Çakër. Dhe mirë fill, Vojvoda mundësi për të krosuar në të Kosovës. Ka topin atje Urxhan Çakër. Kontributi Vojvoda. Në rrën Barzak, nuk ka kaluar rreziku. Po i ku të shtëpia se po jaftëf po ka, e vazhdojnë me një shtëpi atje. Mirë se u kthit njerëz. Kem shesh na pak. Po ka jaftëf po kam ne shesh sot. Me kështu luajmë për vazhdojnë apo shkojnë për kështu në shtëpi. Edhe besoj që kam dalë një video shumë interesant. Edhe po shpresojmë inshallah Kosova me një fitore. Edhe shihemi te shtëpia se jashtë ka fort.